Është nder dhe kënaqësi e veçantë jemi sot e këtu, sepse të flasësh në Prizren, natyrisht se asnjëherë s'ka qenë akt i zakonshëm, është vërtet përgjegjësi e madhe për mua, sepse Prizreni juaj e joni nuk është thjesht një qytet i zakonshëm, është një kujtesë e thellë kombëtare, është identitet kombëtar, është vendi ku historia, ku kultura, ku besimi, feja, bashkëtesa janë gërshetuar natyrshëm mes veti ndër shekuj me radhë. Prizreni juaj e joni është dëshmi shumë e qartë se Kosova di t'jetoj edhe kur ka dallime, di truj traditën edhe kur duhet, e di mbi gjitha të ndërtoj të ardhmen pa humbur shpirtin e vet, prandaj ju faleminderit nga zemra për këtë shpritje të shkëlqyeshme që i bëni LDK-s dhe mua në këtë fushat. Por leta themi qartë, Prizreni nuk po jeton sot në përputhje me potencialin e vet që ka. Një qytet me turizëm unik, me trashëgimi të jashtëzakonshme kulturore si asnjë qytet tjetër në Kosovë, shumë më mirë se Prishtina, për parim duhet ta them, është kryeqytet historik. Prizreni kaq ja u pranojnë, kaq kanë. Por ky Prizren me rini kreative, me pozitë strategjike, po përballet me mungesë të vizionit, me harresë institucionale dhe me një qeverisje që për 5 vite nuk e pa këtë qytet me prioritet zhvillimi. Dhe ky nuk është tashmë problem veç juaj i Prizrenit, është simptom e një problemi më të madh shtetar që ka Kosova. Po për ta kuptuar pse gjendja sot është e tillë, duhet ta themi hapur dhe një të vërtetë se viti i fundit, viti i bllokadës së madhe institucionale, ishte vit i zi për Republikën e Kosovës, ndërsa 5 vitet e fundit kanë qenë vite të humbura për shtetin tonë dhe të ardhmen që e kemi merituar. Kosova po jeton sot pa institucione funksionale, pa kuvend efektiv, pa qeverisje të përgjithshme edhe legjitime besa, me vendimarrje që shërben jo qytetarit, por një pushtetari, konfliktet politike, shkeljet e vazhdueshme kushtetuese dhe kokëforcia një pushteti kanë prodhuar paralizë shtetërore. Dhe natyrisht, kur shteti bllokohet, nuk bllokohet propaganda, bllokohet jeta reale e njerëzve tonë, juaja e qytetarëve të Kosovës. Dhe në këtë blokadë, Prizreni ka qenë ndër humbësit më të mëdhenj. Projektet janë vonuar, investimet janë ndaluar, vendimet janë shtyrë, zërat lokal e kërkesat bazike qytetarëve tonë janë injoruar, e qyteti është lënë të pres tash 5 vite. 5 vite qeverisje popullise nuk i kanë sjell as një zhvillim jo vetëm Prizrenit, pas edhe Kosovës. As një zhvillim qëndrueshëm, plot pasiguri. Nuk kanë sjell institucione më të forta, por institucione më të dobta. Nuk kanë sjell qytetarëve shpresë, por kanë sjell vërtet zhgënjim të thellë. Premtimet e mëdha janë shndruar në arsyetime e justifikime të vogla, të pandalshme asnjëherë. Fjalët e forta janë shndruar në mungesë të plotë rezultateve dhe propaganda është bërë zëvendësues i punës si temë kryesore me cilën mirret një populli tonë. Këtë nuk ua kemi bërgj askujt, këtë nuk ja ka bërgj Kosova askujt, është koha të ringritjem edhe njëherë të gjithë bashkarisht, ne, ju, qytetarët e Kosovës, me lidhjen demokratike të Kosovës, për të thyer shpresën e madhe në Republikën tonë. Sepse gjendja ekonomike sot është e rëndë për shumë grupe shoqërore. Familjet tona, ju, po përballeni me rritje të vazhdueshme të kostos së jetesës. Çmimet janë rritur, shpenzimet janë shtuar, ndërsa të ardhurat tuaja kanë mbetur të pamjaftueshme. Prindrit po punojnë shumë, por sigurojnë shumë pak të ardhura. Në qytetet tona ku familja gjithmonë ka qenë shtyllë e shoqërisë, kjo goditje ekonomike shoqërore ndihet thellë dhe secilën ditë. Trinjt e Prizrenit, fëmijët tonë, janë ndër më të talentuarit në Kosovë. Artist, muzikant, dizajner, zejtar, profesionistri, student me ambicie dhe dije, për shumë prej tyre, po e mendojnë sot largimin edhe nga Prizreni, edhe nga Kosova. Jo sepse nuk e duan atë dheu në tyre, por sepse nuk shohin perspektivë.
Nuk shohin treg pune funksional, nuk shohin politika që i mbështesin, nuk shohin shtet që u jep shans, dhe kur një qytet e një vend humb rinin e vet, ky qytet dhe ky vend humb dhe të ardhmen e vet. Bizneset e vogla dhe të mesme, shtylla e ekonomisë të Prizrenit dhe të Kosovës, po përballen me pasiguri dhe me mungesë mbështetje. Artizanati, gastronomia, turizmi kulturor dhe tregtia vogël janë sektorë që mbohen më shumë nga përpjekja individuale qytetarëve se sa nga një politikë madhore shtetërore. Potenciali është këtu, pra kemi potencial, por nuk kemi shtet që del në krah njerëzve të Republikës Kosovës. Dhe kjo është padrejtësi për një vend, për një qytet, për një popull të tërë. Prandaj ne sot duhet të kushtojmë bashkarisht. Qytetet si Prizreni madje janë lënë harrej sepse qeverisja ka humbur lidhjen e plotë me realitetin, sepse vendimarrja është e centralizuar në luftë populliste, e shkëputur nga jeta e njerëzve të këtij vendi, sepse këtë qëllim dhe këtë punë ka një qeveri që ka vetëse propagandë, të zaventësoj pra punën me zhurmë të thatë. Kosova ka nevojë për ndryshim serioz, jo për një eksperiment të ri, jo për improvizime tjera, por për rikthim të shtetit funksional vendit tonë, dhe këtu na vjen një adresë vetme, një shpresë vetme, lidhja demokratike e Kosovës. Për çdo të posalindur në Kosovë, për çdo fëmijë të lindur në Kosovë, qeveria e ardhshme do të ndajë nga 200 euro në muaj për një vit të tonë, apo 2400 euro për vitin e parë. Që asnjë fëmijë, asnjë familje, asnjë çift i ri të mos ketë breng vitin e parë të fëmijës së tij. Le t'i kenë kushtet e domosdoshme secili fëmijë barabartësisht me një shtet që i del në krah, dhe më pas për çdo fëmijë tjetër nga mosha 1 deri në moshën 16 vjeç, shteti në vitin e parë do t'i ndajë nga 50 euro secilin muaj të jetës së tyre. Kjo është një dorë e shtetit mbi supin e prindit. Është mesazh se shteti është me familjen, jo kundër familjes. Është investim në jetë, në stabilitet dhe në të ardhmen e vetë Prizrenit dhe qytetarëve tonë. Por ne do të investojmë dhe në arsim, sepse arsimi është e ardhmja e vendit. Dhe Prizreni është qytet kulture dhe dije, sepse ky qytet me plot histori ka nxjerrë mësues, ka nxjerrë intelektual, artist që i kanë shërbyer gjithë Kosovës. Por për të bërë këtë, ne kemi paraparë ndarjen e mbi 60 milion eurove për ndërtimin e 80 qerdheve gjithandej Kosovës, dhe Prizreni i juaj, Prizreni jonë, do të ketë prioritet kombëtar për ndërtimin e qerdheve këtu mes jush. Do të bëjmë dhe një model zhvillimor për fëmijët tonë në për çdo etapë, sidomos për fëmijët e klasës së parë dhe në klasën e 5, që atë mësim tërditor që e dëgjoni gjithandej në Kosovë, nga çdo komunë e çdo parti politike, ta kuptoni se vetëm një shtëpi politike ka bërë realitet, e ka bërë lidhja demokratike Kosovës-Prishtinë, mësimin tërditor do ta bëjmë edhe në Prizren. Mendimin e qeverisë qendrore s'do t'i presim më askënd. Fëmijët tonë do t'jenë në shkolla tetor, do të ushqehen me shujta të ngrohta, me ushqime të ngrohta, në mënyrë që të mësojnë më tepër, të kenë aktivitete sportive, edukative, e për fëmijët e Prizrenit të jenë të barabartë me secilin fëmijë tjetër në Evropë. Natyrisht se kur i ndihmojmë fëmijët në shkolla, duhet t'i dalim në krah dhe ata që i mësojnë këta fëmijë, prandaj kemi paraparë rritjen e pakave për 80.000 të punësuarit në sektorin publik. Radhë parë, kemi vendosur të bëjmë pagën për mësuesit plot 1.000 euro në muaj. Jo vetëm si rritje financiare, por si rikthim i respektit për profesionin. Dhe jo vetëm për mësues, do të rrisim pagat dhe për infermier që do të bën rreth 1.000 euro, për policë, ushtar e zjarfikës rreth 900 euro, dhe secilin të punësuar në sektorin publik, paga do të rritet me koeficient 150. Natyrisht, në këtë pikë nuk mund të harrojmë pensionistët tonë, ata që kanë ndërtuar këtë vend, ata që na kanë lënë këtë shtet si amanet,
ata që na kanë mësuar traditën, kulturën, gjuhën, besimin e çka jo tjetër, shteti duhet kujdeset për ta. E kuptojmë se 150 euro nuk janë të mjaftueshme s'dalin as për një javë, lema për një muaj, por do të bëjmë përpjekje që këto pensione të rrisim gradualisht. Prandaj zotohem nga prizreni historik se me qeverisjen tonë, me këtë ekip fitues që kam pas veti, me njëherë do të nisë rritja pensioneve dhe pensione do të rriten nga 150 euro në plot 300 euro në muaj për pensionistët tonë. Për rinin e Kosovës, pasurin e madhe që e kemi, ju zëtohemi se nuk do të ketë një të rinë Kosovë që ka përfunduar fakultetin e s'do të ketë punësimin e garantuar për 6 deri në 12 muajt e parë me pak 500 euro në muaj. Ky është programi kombëtar i punësimit i punës garantuar për secilin të posa diplomuar. Nuk ka kuptim njëri të kry shkollë e të na predh rrugëve pa punë e pa të ardhme, duhet shteti të gjej punat i të riu. Për 40.000 të rinj të tjerë, të cilët janë të moshës 16 e tutje, do të kemi trajnimin nëpërmjet Ministrisë së Digitalizimit. Plot 40.000 të rinj gjithandej Kosovës do të trajnohen në digitalizim dhe jo vetëm dhe në zanate të tjera, në mënyrë që të kenë paka të dinjiteshme këtu në Republikën e Kosovës. I riu e reja janë pasuri nacionale, duhet investojmë tek ta për të pasur një të ardhme të domosdoshme. LDK e kupton këtë, ekipi im e kupton këtë, LDK do ta bëj këtë gjë realitet. Shpesh më pyesin për sektorin privat, LDK është partia e qendrës së djathtë, gjithë të punësuar në sektorin privat, do të kujdesemi që kontratat respektohen në plotni, që të keni punë të paguar ashtesë që ju takon me ligj, që inspektorati i punës të 10 fishohet me numrat e njerëzve që ju vëzhgojnë, ju ndihmojnë dhe që ndrojnë kraj jush në punët e vështira që i keni, por mbi gjitha, si shtet kujdesemi që për 4 vite qeveria Kosovës të investoj në gjitha sektorët, teknologji, arsim, shëndetësim, mbrojtje, infrastrukturë rrugore, plot 5 miliard euro në 4 vjetë. 5 miliard euro investime nuk kupton punë për të gjithë, punë për biznese, paga më të larta për sektorin privat dhe jetë të dinjiteshme këtu në Republikën tonë. Sot jemi këtu për të folur qartë, sepse Kosova po kalon një nga periudhat më të rënda politike që nga pas lufta. Jemi këtu për të thënë se dështimi nuk është aksident, është pasojë e një qeverisje të papërgjithshme. 5 vite më parë, Albin Kurti erdhi në pushtet me premtime të mëdha. Por sot bilanci i tij është i qartë dhe i pamohueshëm. Shtet më i dobët, ekonomi më e brisht, shoqëri më e përqar, Kosovë më izoluar. Qeveria Kurtit premtoi moral, por solli arrogancë. Premtoi drejtësi, por prodhoi kapje të institucioneve. Premtoi luftë kundër korrupsionit, por vetë u zhyt në afera më të mëdha të korrupsionit të strukturuar institucional. Kontrata pagar, emërime partijake, bordet e ndërmarrjeve publike të mbushura me militantë dhe ndërhyrje të vazhdueshme politike sistemin e drejtësisë. Kjo qeveri nuk dështoi vetëm në ekonomi dhe sundim të ligjit. Kjo dështoi në politikën e jashtme, aty ku çmimi i papërgjegjësisë është shumë më i lartë. Për herë të parë Kosova është vënë sanksione nga Bashkimi Evropian. Për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur hapur zhgënimin ndaj udhëheqjes sonë. Jo sepse Kosova nuk ka drejt, por sepse kjo qeveri nuk ka maturi, nuk ka dialog dhe nuk ka sens shtetëror. Aleatët strategjik u trajtuan me përbuzje, partneriteti u zavendësua me kokëfortësi, ndërsa interesi shtetëror u sakrifikua për populizëm të brendshëm. Kjo është politikë e rrezikshme.